Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu në vijim të takimeve të tij elektorale ka zhvilluar një takim me punëtor dhe drejtues të një biznesi fason në kryeqytet, ku shpreh se qeveria ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme dhe reforma të shkëlqyera ekonomike për t'i ardhur në ndihmë biznesit, i cili është faktori kryesor për zhvillimin e ekonomisë, si dhe çeljen e vendeve të reja të punës. Ideja e ngritjes taksave është ideja më irracionale që mund të ndodhë. Është një problem jashtëzakonisht i madh që shkon si kosto mbi biznesit dhe duke shkuar një kosto mbi ta do thotë që është një kosto dhe mbi ju. Prandaj ne do të vazhdojmë të mbështesim biznesin me gjithë mundësitë që kemi. Në një ekonomi si Shqipëria, vendosja e taksë progresive është shkatrimi këtyre bizneseve që keni ju, është shkatrimi mundësive për të punuar dhe padyshim shkatrimi ekonomisë tonë familjar dhe ekonomisë tonë kombëtare. Mediu është takuar dhe me banorët e njësisë numër 8 ku prezantoi kandidatin për deputet të kësaj force politike, ish futbollistin e njohur Agustin Kola, i cili u shpreh se të gjitha energjitë e tij do t'i vënë në dispozicion të platformës republikane me besimin në Zot, familjen, pronën dhe kombin.